Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Shqipëria është renditur e para në Ballkanin Perëndimor për performancën mjedisore sipas raportit Environmental Performance Index. Nisur nga ky lajm, kryeministri Edi Rama komentoi protestat. Pavarësisht çdo egzagjerimi, manipulimi apo instrumentalizimi politik që ju bashngjit atyre protestave është në vetvete një arritje e madhe e shoqërisë. Sepse prania e aq shumë njerëzve që shqetësohen për flamingot, për lagunat, për pyjet apo për biodiversitetin, tregon se bashkë me Shqipërinë që ka ndryshuar edhe shoqëria shqiptare ka ndryshuar. Kjo është fitore qytetërimi. Raporti për performancën mjedisore rendit Shqipërinë të 46 nga 177 vende në botë, me progresin më të madh në rajon në 10 vitet e fundit, ndërkaq që Rama shtoi. Edhe ne kemi gabuar, edhe ne kemi shumë për të mësuar, edhe ne kemi ende shumë për të përmirësuar. Dhe një kujtesë se do të dëgjojmë më shumë, të korrigjojmë më shpejt kur është e nevojshme dhe të mbrojmë me edhe më shumë vendosmëri ekuilibrin mes zhvillimit dhe natyrës, reflektimi i premtuar për atë që na vuri përpara pasqyra e bulevardit të flamingove është jo vetëm i nevojshëm, por i domosdoshëm. Opozita i dha fund bojkotit që zgjati për 3 seanca dhe sot u rikthye në Kuvendin e Shqipërisë. Kryetari demokrat Sali Berisha argumentoi se synimi ishte sensibilizimi për kërkesat e protestuesve. Qëllimi ishte që të sensibilizonim për injorimin e plot dhe total të kërkesave të drejta legjitime të protestuesve për t'i sjellë në parlament. U faktua përfundimisht se kjo narkomazhorancë ka vetëm armiqësi të hapur ndaj protestës rinore qytetare dhe asgjë tjetër. Seanca plenare u shoqërua me tensione brenda sallës për rendin e ditës, Tauland Balla dhe Gazmet Bardhi. Duke qenë se ligji për shoqëritë europiane të bashkëpunimit është një ligj që ka të bëjë me detyrat dhe punën që po bën qeveria dhe grupi negociator për kapitullin 17, të bashkohen të gjitha në një seancë, pra në seancën e datës 23, atë pasardhëse. Ju nuk mund t'i trajtoni deputetët ca të nënës dhe ca të njerëkës. Iniciativa tuaja i fusni dhe i shqyrtoni apo i hiqni nga rendi ditës sipas qefit, ndërkohë 4 ligje që presin prej javë të shqyrtohen, që janë iniciativa deputetëve të opozitës, refuzoni t'i shqyrtoni. Krye parlamentari Niko Peleshi. Tani kalojmë në votimin e kërkesës së paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste për ndryshimin e renditës, pro kundër abstenim, ju lutem, 75 vota pro, 31 vota kundër, abstenim nuk ka, miratohet kërkesa për ndryshimin e renditës. 1 minutë, por çfarë ke këtë padurim? Berisha replikoi me Peleshin. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë. Mos të i kaloni etikën parlamentare, mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marrë edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit. Ndërkaq jashtë parlamentit protestuesit hodhën vezë drejt automjeteve të deputetëve. Bemir Topi u thirr dëshmitar në gjyqin për dosjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani. Ish presidenti i Republikës tha se pronat e ish kompleksit ju hoqën planit të përhapjes së ushtrisë në vitin 2007. Plani i përhapjes në kuadrin e reformave kishte 3 dimensione. Dimensioni i parë ishte dimension politik. Pra e kishte qeveria, e kishte Ministria e Mbrojtjes për ta futur, për ta integruar me reformat e kërkuara. E dyta ishte ekspertizë, që ishte shtabit përgjithshëm. Dhe këta vinin në një procedurë zyrtare, vinin tek presidenti për të marrë aktin juridik të firmosjes.
Para gjykatës së posaçme, Topi theksoi se ai kishte firmosur dokumentin si hap juridik, por ishin Ministria e Mbrojtjes dhe forcat e armatosura që vendosnin. Pra nuk është një proces që është përgatitur nga presidenti që kërkon kohën fizike. Kjo është një proces që është përgatitur nga institucionet e tjera. Ka ardhur në atë kohë. Koha ishte që mbas 6-7 muajsh ne do të paraqiteshim në Bukuresht për të marrë ftesë për anëtarësim. Ishte kohë reformave intensive dhe detyrat ishin ekskluzive të shtabit që kishte edhe ekspertizën e huaj. Paranisjes së gjyqit për dosjen Partizani Sali Berisha komentoi thirrjen e ish-presidentit Bamir Topi si dëshmitar, duke këmbgulur se ndaj tij nuk ka asnjë shkelje ligjore, por vetëm ato që i quajti trillime Berisha u shpreh. S'kam nevojë për asnjëri në botë të dëshmoj pro meje, sepse është faktuar në mënyrën më përfundimtare që në mënyrë absolute nuk ka asnjë shkelje ligjore. Ka trillime të paimagjinueshme në atë proces. Lajme nga bota. Shtetet e Bashkuara goditën Iranin për të 9-ën në atë radhazi, ndërsa presidenti Donald Trump tha se sulmet u kryen në nder të ushtarëve amerikanë të vrarë. Ndërkohë Irani vjoi kundërpërgjigjet në rajon dhe çmimi i naftës arriti nivelin më të lartë të muajit fundit. Përshkallëzohen tensionet në korridorin më të rëndësishëm të naftës në botë në Hormuz. Një cistern u përfshi nga flakët pasi u godit me një predh, ndërsa ekuipazhi u evakuoi i sigurt. Incidenti vjen në mes të përplasjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për kontrollin e kësaj rruge strategjike. Andy Burnham është bërë kryeministri i ri i Mbretërisë së Bashkuar pas dorëheqjes së Keir Starmer dhe i 6-ti në Mbretërinë e Bashkuar në 10 vitet e fundit. Gjatë fjalimit të parë si shef i qeverisë së Londrës u zotua se këtë javë do të vendos masa të reja lidhur me koston e jetesës dhe më vonë gjatë vitit do të paraqes një plan 10 vjeçar. Sport. Spanja feston triumfin botror pas fitores 1-0 ndaj Argjentinës në finale. Mira tifoz mbushën rrugët e Madridit dhe qytete të tjera gjatë natës, ndërsa sot kampionët priten nga mbreti Felipe VI dhe kryeministri Pedro Sanchez para paradës madhështore me trofeu në kryeqytetin spanjoll. Lionel Messi u përlot gjatë ceremonisë së medaljeve, ndërsa trajneri Lionel Scaloni njoftoi se do të largohet në fund të vitit, duke mbyllur një kapitull historik për Bardekaltrit. Argentina është zgjuar mes dhimbjes për humbjen e finales së botrorit ndaj Spanjës dhe emocioneve për atë që pritet të jetë botrori i fundit i Lionel Messit. Në Buenos Aires dhe Rosario, tifozët falenderuan kombëtaren dhe idhullin e tyre duke cilësuar Messin, simbolin e brezit më të artë të futbollit Argentinas. Presidenti Amerikan Trump ishte nga figurat më të spikatura në finalen e botrorit, ku dorëzoi trofeun për Spanjën së bashku me kreun e FIFA-s Gianni Infantino. Mes fishkëllimave dhe ovacioneve, Trump e cilësoi turneun një sukses historik për Shtetet e Bashkuara. Parashikimi i motit. Insekti mban të mbërthyer vendin tonë me temperatura deri në 42 gradë Celsius në Elbasan, Berat e Gjirokastër, ndërsa në Tiranë termometri do të shënojë deri në 41 gradë. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, moti mbetet i kthjellët. Do qëtë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këto momente. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ervin Nikola. Unë jam Eriselda Doko. Kjo është Top Albania Radio.